Një ngjarje e pazakontë, madje e konsideruar nga shumë si në kufijtë e çmendurisë, ka tronditur opinionin publik në vendin tonë. Bëhet fjalë për një konflikt pronësie që ka degeneruar në një akt të rëndë dhe të paprecedent, ku një i moshuar ka helmuar qëllimisht tokën duke shkaktuar ngordhjen e bagëtive të bashkëfshatarit të tij. Incidenti ka ndodhur në Peqin dhe është bërë publik pas njoftimit zyrtar të policisë, e cila konfirmoi se ka marrë në procedim 72 vjeçari me inicialet KS, pasi denoncimit të bërë nga pala e dëmtuar. Sipas informacioneve të deritanishme, përplasja mes dy personave ka si bazë pretendimet për pronësinë e tokës, çka me sa duket ka çuar të moshuarin drejt një veprimi ekstrem. Dëmi i shkaktuar është i konsiderueshëm. 12 bagëti të ngordura, të cilat teksa po kullotnin në parcelën e tokës që i dyshuari pretendonte si të tillën, kanë rënë viktime lëndës helmuese të hedhur aty. Ky veprim ka sjellë jo vetëm humbi ekonomike për pronarin e bagëtive, shtetasin TF, por edhe një ndjenjë shqetësimi të madh në komunitetin lokal, i cili rrallëherë përballët me akte të tilla. Në njoftimin e saj, policia lokale bëri të ditur. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Peqin referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin KS 72 vjeç, pasi dyshohet se për motive pronësie ka hedhur lëndë helmuese në tokën, ku kullotnin bagëtit e shtetasit TF dhe për pasojë kanë ngordhur 12 bagëti. Aktualisht, çështja i është kaluar prokurorisë Elbasanit, e cila pritet të zhvillojë hetime të mëtejshme për të sqaruar plotësisht rrethanat, shkakun e konfliktit dhe mënyrën se si u mor vendimi për të hedhur helm në tokë. Organi i akuzës pritet të hedhë dritë mbi këtë ngjarje që ka hapur debat mbi sigurinë në zonat rurale dhe mënyrën se si zgjidhen konfliktet e pronësisë. Deri në përfundimin e hetimeve, ngjarja mbetet ndër më të rëndat e raportuara kohët e fundit, duke sjellë edhe një herë në vëmendje tensionet që mund të shoqërojnë mosmarrëveshjet për tokën në komunitetet rurale dhe pasojat e rënda që mund të ketë një veprim i pakontrolluar. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.